Në morgun e Maceratës në Itali ka përfunduar autopsia e trupit të 45 vjeçares Gentiana Kopili Hudhra, e cila u vra me thik nga ish bashkëshorti Nikolaj Hudhra në parkun e Tolentinos. Nga autopsia ka rezultuar se viktima ka marrë 17 goditje me thik që i shkaktuan hemoragji të brendshme dhe vdekje të menjëhershme. Sipas ekspertizës mjekoligjore, disa nga plagët ishin sipërfaqësore, që tregon se Gentiana ka tentuar të mbrohet dhe të largohet. Ajo është përpjekur të ndalojë një goditje me dorë dhe më pas ka ikur, por është ndjekur dhe goditur nga pas në një rrugë aty pranë, ku Hudhra e ka kapur dhe e ka qelluar me një thik kuzhine me te 18 cm, të cilën e kishte fshehur në një qese për të mos u vënë re. Mjeku ligjor Antonio Tombolini, që kreu autopsinë e 45 vjeçares shqiptare, sqaroi se disa nga goditjet ishin në qafë, në shpinë dhe në pjesën anësore të trupit. Plagët në organet të brendshme kanë qenë fatale dhe ato që i morën jetën gruas shqiptare, duke shkaktuar humbje të madhe gjaku. Po ashtu janë konstatuar edhe plagë në fytyrë, që dyshohet se janë shkaktuar nga goditje me shelma, teksa viktima ndodhej e shtrirë në tokë. Të premten në zonën sportive Stiki të Tolentinos do të priten ngushëllime në dhomën mërtore nga ora 10 deri në orën 19. Trupi i pajet i Gentiana Hudhrës pritet të sillet në Shqipëri, ku do të bëhet edhe varrimi. Ajo u vra të shtunën në 14 qershor nga ish bashkëshorti 55 vjeçar Nikolaj Hudhra, që e qelloi pas shpine në mes të rrugës në një zonë të populluar. Pas krimit, ai ul në një stol pranë trupit të pajet dhe nuk tentoi të largohej duke pritur aty derisa mbërriti policia dhe e arrestoi. Pas arrestimit, ai deklaroi se kishte tentuar 3 herë ta vrisë Gentianën dhe e bëri vrasjen për të mbrojtur 2 djemtë e tyre, që sipas tij ajo donte t'i helmonte.